Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Përkushtimi ndaj vendlindjes merr forma dhe mënyra të ndryshme, sidomos tek bashkëdhetarët tanë me origjinë nga Malësia e Madhe. Jo shumë kohë më parë, ishin pikërisht ta bashkëdhetarë që u mblodhën për të subvencionuar rikonstruksionin e rindërtimin e televizionit lokal shqip në Maltëzi, televizionit BOE. Pikërisht të ardhurat që ata grumbulluan, aso kohë bën të mundur që të hidhen hapat e parë drejt rikonstruksionit të këtij televizioni, i cili ka shërbyer si zëri i shqiptarëve në Maltëzi, gjë nga koha kur i ndjeri Tom Bojaj krijoi këtë televizion duke shërbyer malësorëve me gjuhën e tyre, me informacione në gjuhën shqipe, në një vend ku presioni ndaj gjuhës amtare kombëtare shqipe ka qenë prej shekujsh i madh. Është pikërisht kjo dëshirë që i bashkon edhe këta bashkëdhetar sot këtu në një lokal, Bread and Roses, për të grumbulluar të ardhura, për të grumbulluar subvencione për përfundimin dhe realizimin e këtij televizioni në çdo aspekt dhe në aspektin teknologjik. Si pasojë, këta kanë organizuar jo vetëm takimin me fond mbledhse këtu në Detroit, por edhe në New York, për të grumbulluar sa më shumë fonde, për të bërë të mundur që të realizohet pikërisht ky objektiv, që zëri shqip i një televizioni të pavarur në Malësi të vazhdoj të jehoj për të gjithë malësorët dhe që televizioni BOE të vazhdoj të jo vetëm të vegjetoj, por të ecë përpara duke pasqyruar jetën e malësorëve në trojet e tyre, duke bërë zëri tyre kudo që ndodhen. Profesor Dr. Anton Lajçaj, i cili është dhe një nga antarët e bordit për fondin për grumbullimin e fondeve për televizionin BOE. Zoti Anton, kjo ka nisur disa vite më parë dhe tashi po shohim se është faza e dytë. Përse nevojiten fondet dhe përse do shërbejnë ato? Parë dy t'ju përshëndes ju dhe falenderoj shumë për prezencën tuaj dhe për përcjelljen e aktivitetit tonë. Në fakt, projekti gjithësisht ndërtesa për ndërtimin e objektit të ri të televizionit BOE, pikërisht praguri i themelit është vendosur me 1 mars vitin e kaluar 2025 dhe mendojmë që ta përfundojmë gjithësisht. Plani është që inaugurimi të bëhet me 18 gusht këtij vitit. Pra vërtet është një afat shumë i shkurtër duke konsideruar se është edhe një objekt jashtëzakonisht i madh, po jashtëzakonisht i nevojshëm. Kjo është faza e dytë dhe faza e fundit, mendojmë dhe shpresojmë që do të jetë për të kompletuar, domethënë, këtë projekt dhe për të realizuar projektin që neve me të vërteta kur e filluam domethënë me një mendim që do ta realizojmë, ndoshta jo ka shpejt, por duke falenderuar të gjithë uruesit, gjithësisht donatorët shqiptarë, nga gjitha treva shqiptare, dhe duke falenderuar për bujarinë e tyre jashtëzakonshme, na mundson që neve mos të rrimë dhe mos të qëndrojmë këtu për vitet e tëra me një projekt, por ky projekt të përfundohet shumë shpejt. Projekti është pra në fazën përfundimtare, normalisht janë edhe detalet për të përfunduar dhe për të përmbyllur, dhe besoj që si që thash edhe më parë, kemi caktuar një datë që data 18 gusht të jetë data e inaugurimit dhe dua që njëkohësisht të shfrytëzoj rastin të përshëndes edhe drejtuesit e televizionit BOE në Malësinë e Madhe për punën e tyre dhe fal punës së tyre të palodhur dhe drejtimi që ata kanë marrë që televizionit të jetë shqip dhe vetëm shqip. Kjo ishte edhe arsyeja kryesore që neve u angazhuam për të gjithësisht ndërtuar një objekt të ri dhe ta kenë si dhurat në shenjë falënderimi për punën e tyre nga diaspora shqiptare në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po nga ana teknike apo në këtu përfshihet edhe? Patjetër, domethënë aty do jenë 2 studio të reja dhe normalisht se projektimi i studiove është bën nga profesionistë të cilët domethënë janë edhe nga Kosova dhe nga Shqipëria, të fushës dhe normalisht se
Kjo është domethënë gjaja kryesore që neve jemi fokusuar. Pra nuk kemi pas qëllimin të ndërtojmë vetëm mure, lloma, por kemi pas qëllimin që ndërtesa të jetë funksionale 100% dhe të shërbejë domethënë televizionit bojën ashtu siç vërtet e meritoni televizion në vitin 2026. Ju patët edhe një takim në New York, a u grumbulluan fonde aty? Faktikisht në këtë këshill organizativ ka pas shqiptarë nga të gjitha trojë shqiptare dhe kanë të kyçura domethënë antar nga shumë shoqata, pra përfshir gjithë shqiptarë qoftë në Michigan, qoftë në New York dhe në Kaliforni. Ne ishim para me datën 12 prill në New York, aty u dam shumë mirë, domethënë u grumbulluan aty përveçërisht $50,000. Gjatë kësaj kohe neve kemi bani fushat, domethënë duke komunikuar me njerëz dhe mendoj që është arrit një shifër jashtëzakonisht e mirë për cilën arkatare do të na referojnë më vonë, por jemi në përmbyllje të asaj shumë që nevojitet për ta përmbyllur projektin dhe nuk mendoj se do kemi probleme me financa. Tani vetëm na ka mbetë që qësisht punëmarrësi që është duke e punuar objektin ta përfundojnë ashtu siç duhet. Shpresoj besoj që ajo do realizohet sepse të gjitha kushtet janë domethënë të pjekura dhe jemi bërë përpjekjet maksimale për të ardhur deri në këtë moment. Dhe edhe një herë duhet të falenderoj sinqerisht nga zemra në emrin tim dhe në emër të grupit si koordinator për këtë projekt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për gjithë ata të cilët vërtet kanë dhënë shumë jashtëzakonisht të mëdha. Domethënë kemi këtu donatorë që kanë dhënë nga $20,000, domethënë kanë dhënë nga buxheti i tyre për ta përkrahur këtë projekt. Dhe duhet t'i falenderoj sinqerisht dhe shpresoj besoj se nuk do të danë të zgjenjur në kohën kur ata do të kenë mundësi ta shohin objektin dhe të kënaqen me ata që vërtet djersa aty nuk ju ka shkuar bërë. Faleminderit. Ju uroj ju për punën e mirë organizative dhe punën e mirë të përkushtuar patriotike që bëni dhe të shohim sa më shpejt punën e realizuar. Faleminderit shumë dhe faleminderit shumë për cilën e gjitha punëve që neve bëjmë dhe shpresoj besoj domethënë që ky është një nga projektet që ne si shqiptarë të larguar nga trojet tona duhet mendojmë gjithmonë se i kemi borxh atij vendit dhe nuk duhet asnjëherë t'i kthejmë shpinën. Pra gjithmonë duhet të mendojmë të ndajmë diçka nga vetvetja dhe ta ndihmojmë vendin tonë. Sepse neve shumicën nga ne domethënë kemi lind kryet ose kokën atje dhe jemi borxhi atij dhe është gjithmonë nder për të punuar për vendin tonë. Të dashur teleshikues, në këtë takim nuk mund të mungonte organizatori, kryetari Josef Det Vukaj. Josef, si shpjegohet faza e dytë e këtij fundraiser, pasi ju keni filluar disa vite më parë, mësuam që kanë ecur ndërtimet, po kërkohet diçka më tepër. Përshëndetje, në radhë parë, mirë se u ka për zoti. Kjo është faza e dytë këtu në Michigan. Është faza e domosdoshme sepse projekti ka arrit për mu kryer 70%. Kur ja kem filluar në tetor 2024 projektin, dallari e euro janë kanë 1 E disa dita ka 2 centa më mirë dallari sa është euro. Kështu që kanë meguar do lek për me krye këtë projekt dhe besoj sonde kemi bljell shumicën mos të gjitha. Pra ta është kjo është arsye. Do të realizohet projekti krejtësisht me studio, me gjitha? Shpresojmë që me këtë familje sonde kemi përfundua krejt studion, kemi pajis me karrike, me tavoline, me teknike, të gjitha çka lypet për me funksionua një televizion me standardet internacionale. Shumë mirë, ju urojmë të mirat për të ruajtur vlerat më të mira të malësisë, edhe në bujarinë tuaj, por dhe për të ruajtur edhe vlerat adhetare në vendlindje që një televizion si Bojini përcjell. Faleminderit prej diasporë shqiptare, si të gjithë prej tana anti-shqiptarizmit, Shqipni, Kosovë, Maqedoni, Maltezi, gjithë ku jetojnë shqiptarët kanë marrë pjesë për me realizuar këtë projekt. Në fund është gjua shqipe në pyetje. Për ata e kem krijuar këtë studio që të vazhdoj brez pas brezit me gjuhën shqipe
me kulturën, me traditën, me historinë shqiptare. Që mos ne shkruaj dikush tjetër historinë, që mos ne impunoj dikush tjetër një kulturë tjetër ose një gjuhë tjetër. Për këta është arsye. Dhe për këtë ju uroj në zemër të gjithë teleshikuesve tanë, por dhe në emër të gjithë shqiptarëve për këtë punë mjaft të mirë patriotike që keni bërë e po bëni. Shumë faleminderit. Të nderuar zonja edhe zotëri, të respektuar miq, bashkombas, veprimtar dhe dashamir të fjalës Shqipe Mimrama. Sonte ndjej një nder të veçantë dhe një emocion të thellë që gjidhem mes jush në këtë mbrëmje me peshë të madhe për komunitetin ton, një mbrëmje që nuk mbledh vetëm njerëz rreth një tryeze, por bashkon zemra rreth një ideali të përbashkët. Kjo darkë e organizuar me përkushtim nga grupi organizativ për ndërtimin e ndërtesës së re të TV Bojën është më shumë se një veprim ndihme. Është një dëshmi e gjallë e vetdijes sonë kombëtare dhe përgjegjësisë sonë ndaj brezave që do të vinë. Këtë mjedis fisnik, mikpritës, të zotni Vat Gjerstinaj dhe familjes së tij, gjithësisht kryefamiljari Gjerstinaj, Gjershprani Tinaj, sonte nuk po ndërtojmë vetëm mure, zyra apo një godin tre. Ne po ndërtojmë një vatër të fjalës shqipe, një fortesë të kujtesës sonë kombëtare dhe një dritare të hapur për kulturën, gjuhën dhe shpirtin shqiptar. TV Bojën nuk është thjesht një mjet informimi. Ai është fryma e një populli që ka ditur të mbijetojë përmes gjuhës, këngës, kujtesës dhe besimit tek vetvetja. Ai është zëri i malësisë sonë, jehona e trojeve tona dhe ura që lidh shqiptarët kudo që ndodhen. Në një kohë kur shumë gjëra ndryshojnë me shpejtësi, mbajtja gjallë e fjalës shqipe mbetet një nga detyrat më të shenjta që kemi. Prandaj, sonte duhet të shpreh me përullësi respektin dhe mirënjohjen time më të thellë për secilin prej jush, për të gjithë dhuruesit, donatorët dhe mbështetësit tonë, të cilët ndër vite keni i qëndruar pranë me besnikëri këtij misioni fisnik, pa lënë asnjëherë vetëm. Falë zemërgjërësisë suaj dhe punës së palodhur e të përkushtuar të bashkëpunëtorëve tanë, TV Bojën ka arritur të qëndrojë fort, i qëndrueshëm dhe i palë kundur si vetmi televizion në gjuhën shqipe, në troje shqiptare, në Maltëzi. Kjo është një arritje që nuk matet vetëm me mjete materiale, por me vetdije kombëtare, me dashuri për gjuhën amtare dhe me besnikëri ndaj rrënjeve tona. Një falënderim të veçantë duhet të drejtoj grupit organizativ të kësaj mbrëmje, në krye me avokatin Emin Jour Josef Detvukaj, për punën e palodhur, për kushtimin dhe dignitetin me të cilin kanë mbajtur gjallë këtë nisë të madhe kombëtare. Po ashtu duhet të shpreh vlerësimin tonë të sinqert për mediat shqiptare këtu në Michigan, gjithsesi ALTV USA dhe ACTV, të cilët me bashkëpunimin dhe përkrahjen e tyre kanë ndihmuar fuqishëm në zgjerimin e forcimin e zërit tonë të përbashkët, si dhe të gjitha mediave tjera letrare dhe sociale. Por sonte në mënyrë të posaçme dëshiroj të shpreh respektin dhe mirënjohjen time me të thellë për bujarinë e rrallë dhe fisnikërinë e familjes së Gjershpranit, gjithsesi Vat Gjergjit Tinaj dhe familjes tij. Ata kanë hapur dyert e këtij vendi me zemër shqiptare, duke vënë pa asnjë shpërblim në dispozicion lokalin, ushqimin dhe shërbimin për këtë mbrëmje. Kjo nuk është vetëm mikpritje, kjo është fisnikëri shqiptare në kuptimin më të lartë të fjalës. Është ai shpirt burror e zemërbardh që ka mbajtur gjallë kombin tonë në kohë të vështira dhe që edhe sot na bën krenar
para njëri tjetrit. Njëkohësisht kam kënaqësinë që njoftoj se punimet për ndërtesën e re të TV Bojën kanë hyrë në fazën e fundit. Ky është një çast i rëndësishëm dhe historik, jo vetëm për TV Bojën, por për mbar komunitetin shqiptar në Bergim dhe për shqiptarët e Malësisë së Madhe. Ëndra që dikur duke e largët, sot fal jush po bëhet realitet. Dhe ajo që më prek më shumë është fakti se shumica prej jush po jepni ndihmë për herë të dytë. Ky veprim flet më shumë se çdo fjalë. Ai dëshmon se kjo vepër nuk mbahet mbi interesin, por mbi dashurinë, nuk mbahet mbi detyrimin, por mbi ndërgjegjën kombëtare. Sonte po dëshmojmë se një popull që ruan gjuhën, kujtesën dhe vlerat e veta, mbetet gjithmonë i fortë, sepse kombet nuk mbijetojnë vetëm me pasuri materiale, ato mbijetojnë kur ruajnë shpirtin, gjuhën dhe dinitetin e tyre kombëtar. Në emrin tim dhe bashkëpunëtorëve të projektit, ju falenderoj nga zemra për praninë tuaj, për bujarinë tuaj dhe për besimin që vazhdoni të na jepni. Zoti ju bekoft, familjet tuaja, malësinë tonë dhe mbar shqiptarët kudo që ndodhen. Tani, me lejoni që të ftoj kryetarin e Këshillit Organizativ të këtij projekti, zotëri avokatin e minjohur Josef Tetvukaj. Të nderuar miq, të respektuar antar të komunitetit, vllazër e motra të Malësisë dhe të gjithë juve që jeni mbani gjuhën, kulturën dhe trashëgimin ton në zemër. Veçanërisht faleminderit Gjergj Franit Tinaj me djelm për këtë sofër që e shtruan sonde për ne për këtë projekt. Sonde nuk jemi mbledhur vetëm për një objekt bamirës, nuk jemi mbledhur vetëm për të lanë një kontribut financiare, sonde jemi mbledhur për diçka shumë më të madh, për të mbrojtur zërin ton, kujtesën ton dhe identitetin ton kombëtar shqiptar. Projekti i studios TV Bojën nuk është thjesht një projekt me kamera, drita, mikrofona e pajisje teknike. Ky projekt është një shtëpi për fjalën tonë. Është një vend ku do të ruhen tregimet tona, historia jonë, traditat tona, këngët tona, kujtimet tona dhe mbi të gjitha gjuha shqipe. Vazhdimësia e gjuhës shqipe është shtylla e këtij projektit. Është ka një Amerikani me famë, i kanë thënë Oliver Wendell Holmes Sr., ai ka pa një thënie, çdo gjuhë është një tempull në të cilën ruhet shpirti i atyre që e flasin. Sa e vërtet dhe sa e thellë janë këto fjalë. Gjuha jonë nuk është vetëm një mjet komunikimit, gjuha jonë është tempull. Ajo mban lutjet e nanave tona, urtësinë e baballarëve tonë, këngat e fshatarëve tonë, emrat e maleve tona dhe kujtimet e brezave që kanë jetuar para nesh. Në gjuhën tonë jeton shpirti ynë. Kur dobësohet gjuha, dobësohet edhe një pjesë e shenjtë e identitetit ton shqiptar. Kur një fëmijë nuk dëgjon ma fjalët e gjyshit apo të gjyshes, prishet një urë mbes brezave. Kur një popull nuk i tregon vetit historinë e vet, atëherë dikush tjetër do të tregoj në vend të tij. Dhe kur një komunitet humb gjuhën e vet, ai nuk humb vetëm fjalë, ai humb kujtesë, humb rrejt, humb një pjesë të vetvetes. Prandaj ky projekt është kaq i rëndësishëm. TV Bojën nuk është vetëm televizion. TV Bojën është
vazhdimsi, është ruajtje, është edukim, është zëri i malësisë madhe, dhe i diasporës son të dashur. Është ura që lidh vendlindjen me vërgatën. Është kujtesa që u tregon fëmijëve tanë se nga vinë. Është respekti që u thot të moshuarve tanë se jeta, sakrifica dhe historitë e tyre nuk janë harrua. Të partë tanë lanë shumë ma tepër se pare. Ata lanë mundin e tyre, lanë rinin e tyne. Shumë prej tyne lanë edhe jetën për të ruajtur gjuhën, kulturën, tokën, besën dhe emrin tonë. Ata mbrojtën, ata e trashëguan, që ne sot të mund të qëndrojmë këtu dhe të themi me krenari, kjo është gjuha jonë, kjo është kultura jonë, kjo është identiteti jonë. Prandaj sondi duhet të pyesim vetin me sinceritet, nëse të partë tanë lanë jetën, a nuk mundem ne të japim një kontribut nga xhepi ynë? Me pakta që mund të bajmë është të japim nga xhepi. Të japim me zemër, të japim me bujari, të japim me krenari, sepse kjo nuk është thjesht ndihmë, kjo është investim në familje, në gjuhën, në kulturën dhe në ardhmen e komunitetit shqiptar, jo vetëm në Malësi, po gjithku identifikojnë shqiptar dhe flasin shqip. Një studio re do të thot program më të forta, do të thot intervista më të cilësore, dokumentare më të mira, programe kulturore më të pasura, lajm më të plota dhe një arkiv më i qëndrueshëm për brezat që do të vinë. Ky televizion i ka 25 vjet. 25 vjetori është ky vit. Imagjinoni se sa arkiva ka të Malësisë madhe. Imagjinoni sa i ndjeri Tombojaj ka incizua dhe para 2001-shit, kur u themelua TV Bojin. Të thot që fëmijët tanë të shohin vetën në ekran, do të thot që mosharit tanë të dëgjojnë gjuhën e tyre me nderim, do të thot që komuniteti ynë të mos hesht. Vëllezër e motra, çdo brez merr një trashëgimi, por çdo brez ka edhe një detyrë. Ne kemi trashëguar gjuhën, kemi trashëguar kulturën, kemi trashëguar emrin, tani duhet të vazhdojmë edhe të vendosim se çfarë do të lam brezave pas nesh. A do të lam heshtje, apo do të lam një zan të gjallë shqip? A do të lejojmë gjuhën tonë të zbehet, apo të ndërtojmë institucionet që mbajnë të fort? A do të nderojmë sakrificat e të parve vetëm me fjalë, a do të nderojmë me veprat tona? Sonde, vepra do të thot mbështetje, vepra do të thot kontribut, vepra do të thot të qëndrojmë pranë TV Bojin edhe të themi gjuha jonë meriton një studio, kultura jonë meriton një platformë, populli ynë meriton një zanë. Le të japim jo nga detyrimi, por nga dashuria. Jo pse dikush na kërkoj, por sepse historia na thret, jo vetëm për transmitimin e sotme, po për fëmijët që pas shumë vitesh do të dëgjojnë gjuhën tonë, edhe do të shohin kulturën tonë, edhe do të kuptojnë se dikush para tyne u kujdes që ajo të mos humbet. Një studio mund të ndërtohet me mur, pajisje, drita kamero, por themeli i saj i vërtet është dashuria e një popullit që nuk pranon të harroj kush është.
le të jemi ai popull, le të jemi ne, brezi që nuk priti që dikush tjetër të ruan të gjuhën tonë, le të jemi na brezi që Allah, le të jemi na brezi që ndërtoj, le të jemi na brezi që u sigurua si tempulli i gjuhës sonë të qëndroje fort. Ju faleminderit nga zemra, Zoti i bekoft komunitetin shqiptar, kudo që janë në përbot, të cilë shumë nga diaspora për çdo vend ku flitet shqip, Shqipni, Maqedoni, Kosovë, Maltezi kanë lanë për këtë projekt, për këtë gjuhën tonë të rëndësishëm të dashur, cila e vetmja dallon me çdo kohë, me çdo popull evropian. Kultura jonë të vazhdojnë të vijën e bekov Zoti ju faleminderit. Mirëmbrëma zgjidhvet. Me të vërtet, është i kënaqësi e madhe me fol unë para jush sot, s'pari të me pas prinsin fetar dhe prinsin shpirtnor, Dom Dinon, zbashkut me antarët e 2 kishet tona dhe të komunitetit shqiptar të Michiganit. Ju përshëndes gjithëvet nga zemra, përshëndes familjen e Gjergj Tinaj për këtë mikpritje, jo vetëm që të kalojmë në natë të bukur, jo vetëm që të pijmë dhe të hamë, por të tregojmë vetë vetës mas parit që ato kufit e mallkuam që janë vu, diaspora shqiptare si pranon, si ka pranua kur, si pranon sot, as do t'i pranoj kur për shekuj. Pra me të vërtet ky projekt sot, dhe ky tubim, nuk është vetëm për malsin, por është për shqiptarizmin. Dhe këtu tregon fakti se Malësia dhe TV Boj nuk është ma projekti i ngusht vetëm i Malësi Stuzit, por i gjithë shqiptarëve. Aty tregon për krahja me financë të gjithë shqiptarëve ku do kanë lindë, kanë për krah këtë projekt. Unë përshëndes kryetarin e këti grupit, apo këti këshillit, avokatin Gjozdevet Vukaj, dhe gjithë antarët e grupit për punën madhështore, por puna jonë është ma e lehtë se ju, bashkëvendas, motra dhe vëllezër, që të napim shumë për vetë vetës, mas parit kohën dhe financën, që kur nuk janë both, financa e kur kuj nuk të pronë. Por ju e dini shumë bukur, sa me rëndësi është TV Bojnë, dhe në çdo ngjarje kombëtare qysh Nolit kur ka ditë me përkrah kryegritjen e Malësisë të Dexhon Lulit, edhe atëherë kanë bashkua, kanë kenë korçart, kanë kenë shqiptarët e asaj kohë që kanë jetuar në Michigan, janë shifra të nuk i di tamam, por janë nuk i di me siguri sa, por në vazhdua ajo bukurie diasporë shqiptare, dhe këtu sot në Michigan mund të thomë lirisht para jush, para kamerat dhe para gjithë shqiptarëve. Shqiptarët e Michiganit janë shumë të fortë, janë shumë të organizuar. Jo vetëm gjeneratat e vjetra, por gjeneratat e reja që po rriten, mund thomë me gjithë përgjegjësi që janë rinia më e mrekullueshme. Dhe së bashkut do të arrisim shumë. Për familjen tona këtu që jetojmë, por edhe për vendlindjen që e kem lënë. Pse e kem lëshua, se kem harrua. TV Bojnë është një program që i Malësin kuptohet vlera e TV Bojnë sa është për krahja ka që male. Tregon ndoshta ju së duken shumë njerëz të sonte, por në fund keni me i pa shifrat dhe matematika është ajo e vërteta. Indjeri Tom Boja e para 25 vitesh filloi programin me siguri vetëm, me bashortën e tij, pa anim, por me besim, me dashuri për Malësinë,
për flamurin kuqezi, për gjuhën shqipe, që në ato kohna ite malësia në rrezik. Në rrezik të ekzistoj, se nuk lypet të ekzistoj malësia kur nuk flitet ma shqip. Nuk lypet TV bojnë kur flamuri kuqezi nuk lejohet të tijet ndazma, në festa, në gzime. Nuk lypet TV bojnë kur fëmia të malësis flasin serbisht me njëri tjetrin. Por indikimi i TV bojnë ka ma shumë. Me gjithse aj i të një vizionar, një atletar, i do të malësin shumë, por do të shqiptarizmin. Por shumë herë, aj shprehej që gjdo shqetësim që e kite gjithë shpresën në diasporën. Sa bukur e pas ka njofta e diasporën. E pas ka njoft shumë mirë. Gjithmonë shpresat e ti kanë kënë diasporën. Me gjithse fati i ti nuk je që ti thuj gjatë, por familja e ti, bashortja e ti, Sandra Boja nderuar, me stafin, me fëmin, dhe me diasporën, se është e vërteta që qysh se në kryu ateve bojnë Gjerqi Vezaj, Tom Gjokaj, Prenk i Vezaj së në shkëtu, Prenk Gjokaj, janë shumë Luvi Gjokaj, Pashko Gjokaj, Maloti Vezaj, shumë e shumë njerëz, në finles, atër si kem lënë, ka 5.000, ka 3.000, por ka $200, $300, dhe kem fillua me prekrah TV bojnë, se besoshim shumë në ta. Dhe kem pas shumë të rejtë atër, por kem shumë rejtë edhe sot, që si diaspor, ti tregojmë malësis që nëse harrojmë kur. Pse e kem lëshua se kem harrua. Pse jetojmë në Amerikë, e ndoshta nuk do të jetojmë në malësi, do më thonë që ne vazhdojmë të prekrahim ata gjanë më të shtrejt, çka do t'i lypet malësisë. Por malësia duhet me kjenë shumë e lumë të nësot, jo vetëm TV bojmë, dhe malësia dhe gjithë shqiptarët që janë jashtë kufinit, të dinë që në shqiptarët e Michiganit janë zbashkut, dhe gjdo prekrahje, gjdo njëm që të lypet, në gjdo vend, në trojet shqiptare, besoj që ju, burra e burnesha, që i një këtu sonte, do të prekrahni ata që ka lypet pra dvet, që gjdo plam toket është la me gjak. E ju se kini harrua, por kjo në trashëgimi e familjeve që va kanë lënë. Por zbashkut do të dalim faqe bardhë. Unë duhet falenderoj gjitha ata që janë këtu sot, që kanë prekrah TV bojnë me financë, dhe punën që Gjozef Detvukaj, advokati, Anton Laqaj, doktor Anton Laqaj, kanë punua shumë, Maloti Vezaj, dhe gjithë grupi kemë punua që të arrit të zbashkut të kemë sukses. Me siguri, ju meritoni shumë, por nuk dim që ka më thonë tjetër, vëqë respektin do të kini për gjithmonë prej nesh, dhe emri gjdo jove prej jush, do t'jet në atë plakën në malsin, sa t'jet malsia dhe sa t'jet trojet shqiptare. Rënoft TV bojnë, rënoft malsia, rënoft Shqipnia, rënofshin shqiptarët ku do janë, rënoft bashkimi kombëtar. Të nderuar pranishëm, shok, miq e kumar, dashamir, vllazën e motra, mirë mbrëma, mirë se ju ka pranu i Malli Zot. Ju falenderojmë secilin prej jush për pjesëmarrjen dhe kontributin tuaj. Kjo është i nderuar parë që i faqin e bardhë, Zoti jau shtoft dhe jau shpërbleft. Për mua është një nerë me kënë këtu sonde para jush. Me thanë drejtën në fillim kur më kanë thirrë, me marrë pjesë për këtë organizat, kam menu me vetën dhe kam menu se kanë bërë gabim se bela kanë dashur me thirrë njërin prej vllajve tjetër. Po, si do t'joftë arsyeja, kanë katrua gabimisht, vetë jam shumë i kënaqur me kënë këtu pjesë e kësaj. Jam shumë mirë njohës me kënë pjesë e këtij grupit, një grup që jashtëzakonisht bashkëpunon me mirë kuptim, harmoni dhe me zemër e me shpirt për këtë kazë. Duhet me kënë, tamam është një shembull
për çdo organizat apo nisje projektës për të ardhmen. Shpresoj se janë të kënaqur ata me mua sa jam vetë me ta. Por më rëndësi se organizata është projekti që i kena marrë përsipër. Në fillim, përveç emrin TV Bojën, nuk kam ditë shumë për ta. Aq më shumë që mësoj për këtë mision dhe për projektin e saj, aq më shumë e shenjtë është ky projekt dhe aq më shumë lidhet njëri me këtë kazë. Kjo është më shumë se një projekt, kjo është pikërisht një përgjegjësi, është një obligim, sepse çdo brez përballet me sfidën, me ruajt identitetin tonë dhe lirinë. Identiteti dhe liria janë gjithmonë rrezik dhe secili brez e ka detyrë me luftuar për ta dhe kjo është një brez larg pa u shua. Pra, identiteti e liria janë nuk trashëgohen përmes gjakut, po këto duhet me luftua dhe me mbrojt dhe me përcjell në brezin që vjen. Armiqtë tonë shekullor, qëllimi i tyre është i njëjtë, më është duk si kom, megjithëse metodat kanë ndryshuar. Sot metoda është lufta ndërmjet medias, lufta informacionale. Ekrani sot e telefoni janë fusha e betejës që janë kënë tikur. Si tha avokati Vulaj kur ishim në New York, ai që kontrollon mikrofonin, ai kontrollon dhomën. Dhe kjo është lufta që kemi sot. Televizori Bowen lufton në këtë betejë. Tom Bojaj nuk e kam njoft, po aja ka një njërë me vizion larg pams dhe atë vizion e larg pams e kena na sot obligim me aqua e me plotësua. Ka pas zemër e shpirt me rujt kohën, gjuhën dhe kulturën dhe me brezat që vinë. Fatkeqësisht ai ka në rrugë jetë, po emri i tij, puna e tij, vizioni i tij, idejat e tina nuk i hjek as ligji, as dhuna, as forca. Idejat e tina nuk i vret as armiku, as pushka, as topi. Pra, ky amanet është i joni me marrë me përgjegjësi dhe me plotësua këtë obligim. Me aquën vend e me plotësua dhe brezat që i vinë me i gëzua vizionin e tina. Pra, edhe një herë, mirë se ju ka prënë Zoti, faleminderit sa secilit prej jush, se pa ju kjo nuk plotësohet. Zoti ju bekoft, gjithmonë bashkë, gjithnjë më shumë, gjithnjë më mirë. Faleminderit. A kënaqësi për mua me ju pa të gjithëve këtu. Ftyrën tuaj, a gëzim për ne që me kanë së bashkut, e bekoj Zotin për gjithë secilin prej juve, edhe për vullnetin tuaj të mirë. Ju e dini se vetën kur kush mund baj kur gja, as prifti, as papa, as ju, as ata që e kanë filluar nisëm, e besojmë gjithmonë se çdo nisëm e bive të hyjt e për krahë Zoti, e shihet se qysh se diçka e nxit vullnetin tuaj të mirë me kanë së bashkut, e me i përkra këto vepra shihet se dikun Zoti jashtë në gjithë shka e vepronën të vërtetë. Edhe e falenderojmë Zotin që ju vazhdimisht vazhdoni me kanë bujar, zemër but, edhe me rujt ata që u kanë lënë të parë tuaj, është një mrekulli të vërtetë. Ka thënë pare Joseph se çka do na me ju lanë pasardhësve tanë. Vërtet është i pyetje themelore për çdo njanin prej nesh. Çka du me ju lanë aty në njerëzve? Shpresojnë Zotin fort se këtë çka na kanë lanë të partë po që pa. Por dëshiroj që bashkë me juve me ja hap zemrën e lejhiri që Zoti besoj se dën me ja lanë kombit ton shqiptar, pse Zoti e nje etjen ton. Edhe kapacitetin që kena, po le etjen ton të male, edhe pa mundësin që kena, pse pa ta vërtet së mund bajmë, na dim se së mund bajmë kur qa. Shu që është një fjalë në gjillë, që thot, që ka dëgjoni të përshpëritet, në fshetësis, me në vesh, shpaleni në për pulaze. Kjo shpaleni në për pulaze është radio edhe televizor. Jezus i qysh atërna, si me thane ka pa të ardhmen e jetës sonë,
edhe ka da me nalan me ditë diçka me shpall në për pullaze. E kjo çka përkrahni sot, dëshiroj që një ditë e di se e flasin edhe fjalën e Zotit, e flasin atë, por primen që të shpallet edhe ungjilli, pse të pasarësit tanë, ju e dini mirë tash, kanë nevojë për një frymë që janë shpirti i Zotit e jeta e gjallë, ata e na që me mujt me e prek realitetin e jetës tonë, na nuk mund na pa shpirtin e Jezu Krishtit e në vërtetë. Kështu që këtë vazhdimisht e bekoj Zotin, pse e nderoni, e dëshironi. Unë e di se ju, kur nëroni një meshtar, nuk nëroni vetëm meshtarin, ju e keni në menë në zemër Krishtin që jo ka fali jetën ja u shëlbon shpirtin. Kështu që këto, kur ju vjeni prift, të dini mirë se u ka arë Krishti, vërtet. Njeri janë shumë, po sa është gja. E tanë kanë nevoj për anë që janë shpëtimtari i botës, e për këtë dëshirë dhe sot, bashkë me juve mja besu Zotit këtë vepër, që vazhdon të ashtë sa kohë, po që të përkrahin Zotit e hiri tina, e ti frymëzoj Zotit her pas heret njerëzit, që të bashkëpunojnë njerëzit vullnet mirë, e të gjajnë hirin e forcën për me bata qka vullneti Zotit me jetën tonë. Për këtë dëshiroj që ta kërkojmë hirin e bekimin e ti në këtë moment. Në mentatit, e të birit, e të shpirtit shajt. Amen. Ua të falenderoj me gjithë zemër, për dashurinë e madhe që i ke për mbargjinin njerëzore, për dashurinë e madhe që i ke për popullin shqiptar, për dashurinë e madhe që i ke për këta bij që janë këto të pranishëm sot. Në zemrën e ty në gjajnë forcën për me ba mirë, e me ofrua forcën e vetë, munin e vetë, edhe dashurinë e vetë mbi gjitha u Zot na që ka dhurojnë, na që ka japin. E ti sheh gjithë shka, ti ke sënt mbi gjithë shka. Zemra jote sprovon, ti e nje veshkën ton, zemrën ton, pse na ke kryua, e mrekullisht na ke kryua. Të kërkoj që të zbrazi shpirtin tanë mbi gjithë se cilin që janë shkëtu, të bekosh veprën tanë dhe që besojmë se i ke frymëzua ti këto vepra o Zote, ti do në me i qua për para, banë që vazhdimisht të kem veshin e hapun, e zemrën e hapun për ty, për vullnetin tanë, për synimet e tua, për planet e tua, për dashurin tanë që jashtë e amshushme, që ne të hinë shpirti i gjallit, lutëna në këto ditë që e presim ditën e rshajve, zbrazin e shpirtit tanë, ta kena një vëmendje të veçantë, një kujdes të veçantë o Zot për dhuratat e tua në këto ditë, që të mbush na plot e për plot me ty, e t'japim lavdin, gjithë shka na ke kriju, që ti të levdohesh, e tu levdu e ti levdohen të gjithë. Ta besojmë e gjithë këtë vepër, e ta besoj gjithë se cilin këtu me familjet e tyre, që ti ullheqesh e të shejtrosh jetën e tyre. Ati ynë që jenë qiel, shajt nuk jaftë emniut, arthë mbretëria jote, u ba vullnesha jote, si në qiel ashtu në tokë, bukën tonë të përditshmen, jep na neve sot, ndjena i ne fajit e mkate tona, sindim na fajtore tanë, mos na lemeran tunim, po na liron nga i keqi. Amen. Të falim Mari, hirë plot Zoti me ty, bekuarie mbi gjitha gratë, e i bekuar fruti i barku tënd Jezusi. Zoti qoftë me ju. Për ndërmjetësinë e Maris Virgjë dhe Shen Jozefit, ju bekoftë, ju mbrojt hyj gjithë pushtetshëm, Ati e Biri e Shpirti Shajt. Urujt Zoti tanë besaj. Të përshëndesim drejtuesit e televizionit Bojnë që janë në malësin e male në krye me Sandrën Bojaj. Shprehim falenderimet jashtëzakonisht të mira për të dhe për gjithë stafin për punën e mirë që bëjnë. Arsyeja se pse neve jemi sot këtu është rezultati i punës allëtare që ata bëjnë për ditë që nga fillimi qësisht që 25 vite më parë. Unë duhet të ftoj arkatarin, njenin nga arkatare sepse kemi 3. Jo mi u falenderua për këtë herë, por duhet ju falenderoj nga zemra për çdo herë e për çdo projekt që ka malësia Shqipnia, Kosova e krejt komi shqiptar anë e panë botës. E di se kanë folë para met, edhe nuk dua me zgjat, këtu jam ma fort i caktuar t'ja vris nerën me 2 fjalë edhe
t'i ljap gjithë emrat e donatorëve që kanë lanë sonte. Kjo është hera e dytë që po shoh shumë fytyra këtu sonte që keni lanë për dytis herë, por Zoti ja shtoft i milion herë në familje edhe kuva dëshon zemra juve. Gjozef Dedvukaj, 10.000. Mark Nikol Pietrushi Luzjuraj, 5.000. Mark Franzekat Dedvukaj, 100. Gjerzefi Dedivanaj, 5.000. Zef Kolmaci Gjelaj, 1.000. Nikle Mario Luc Luzjuraj, 2.000. Luiq Cacaj, 1.500. Viktor Parsh Daka, 500. Dukagjini Mic, 2.000. Gjelosh Marashi Nuculaj, 1.000. Viktor Gjon Thaci, 2.000. Tom Lulashi Nuculaj, 1.000. Kristo Prani, 1.000. Nik Luca Gjonaj, 1.000. Lek Leci Gjonaj, 1.000. Gjergjoka Berishaj, 1.000. Pjetër Markaj, 1.000. Dino Junqaj, 2.000. Arben Plumaj, 1.000. Everest N. Juliana Haji, 1.000. Zefnik Prelaj, 1.000. Gjok Nikola Lulaj, 500. Patrik Ivezaj, 200. Albin Ivezaj, 200. Det Gjergji Dedvukaj, 5.000. Pashko Noshi Gjokaj, 500. Zef Noshi Vuqinaj, 200. Zef Toma Gjonaj, 300. Gjers Nika Ivezaj, 1.000. Mark Gjergji Berishaj, 1.000. Alban Gjergji Ivezaj, 1.000. Shoqata Malësia e Male, 5.000. Gjevalin Gega, 500. Vasel Marashi Ivanaj, 200. Pal Shkreli, 3.000. Gjelosh Marashi Nuculaj, 1.000. Mark Luca Gjokaj, 1.000. Deni Nikprenelaj, 500. Steve Zefi, 200. Tom Gjergji Gjokaj, 500. Prenel Popaj, 200. Dila Oroshi, 200. Gjelosh Gjoka Gjonaj, 200. Pjetër Gjoni Dushaj, 500. Mikel Demaj, 3.000. David Junqaj, 2.000. Noa Gjergji Nikolaj, 1.000. Vasko Perkaj, 500. Adrian Bruqaj, 1.000. Ilir Marku Gjokaj, 500. Gjergj Frani Tinaj, 1.000. Zef Toma Berishaj, 500. Pjetër Gjergji Berishaj, 200. Luiz Roku Nilaj, 300. Marian Pashku Bujaj, 1.000. Noa Dedvukaj, 500. Kola Ivanaj, 10.000. Anton Kol Ivanaj, 1.000. Albert Kol Ivanaj, 1.000. Robert Nika Ivanaj, 1.000. Fran Zefi Cacaj, 1.000. Fran Lezef Berishaj, 10.000. Gjon Martin Frani Ulaj, 1.000. Shoqata Koja, 3.000. Noa Lulashi Gorvokaj, 1.000. Tom Noshi Kolqaj, 500. Nikol Noshi Ivanaj, 300. Anton Deda Gojqaj, 300. Luiz Roku Luzjuraj, 1.000. Simon Toma Gorvokaj, 1.000. Malot Prenatashi Gojqaj, 1.000. Robert Deda Shkreli, 1.000. Wilson Toma Gorvokaj, 500. Mario Marash Lucaj, 1.000. Rok Lulashi Nuculaj, 200. Gjelosh Lucaj, 5.000. Alba Cili le Driton Palaj, 1.000. Zef Pietri Dedvukaj, 1.000. Rolanda Sheko, 1.000. Lindon Leka Lajqaj, 1.000. Edi Gjergj Gojqaj, 5.000. Gjergj Berishaj, 1.000. Kolnoshi Bojaj, 200. Roan Ishaku, architekt, 1.000. Rok Ujkaj, 500. Anton Raja, 1.000. Suzana Shkreli, 1.000. Zef Selca, 100. Nikol Suri Hysaj, 100. Viktor Zefi Vulaj, 1.000. Pashko Martini Dedvukaj, 1.000. Anton Gojqaj, 500. Franco Salaku, 500. Kelmen Cekaj, nga New Yorku, 1.000. Arbenle Brunilda Kapolari, 300. Gjok Pietri Gjolaj, 1.000. Gjok Marku Nicaj, 500. Tom Leka Nicaj, 1.000. Luiz Gjokaj, 500. Fran Gjoka, 1.000. Mark Pietri Vushaj, 1.000. Rok Noa Palushaj, 5.000. Agron Noci, 500. Pashkolle Gjok Koleci Gojqaj, 1.000. Mikel Kola Cacaj, 500. Luigi i Gjok Palit Gojqaj, 1.000. Dot Zefi Lucaj, 1.000. Dot Nikola Kolqaj, 500. Pjetër Markaj, 1.000. Nik Simoni Palushaj, 10.000. Mark Kol Paloka Gojqaj, 1.000. Martin Luca Gojqaj me vlazën, 1.000. Everest le Juliana Haji, 1.000. Arben Plumaj, 1.000. Dino Junqaj, 2.000. Prek Zefi Camaj, 300. Palok Gjergji Nikolaj, 500. Zef Martini Gjelaj, nga New Yorku, 1.000. Gjon Perkaj, 1.000.
Kol Pietri Zjolaj 1000, Kol Lehan Nik Prelaj 500. Arban Shala 300, Anton Lajçaj 1000, Peti Camaj 5000, Gjon Pietri Zjolaj 500, Gazim Nacaj 100, Dom Dino Çekrezi 300, Pierim Preka 500, Rok Gjoka Dedivanaj 500, Ylli Gilaj 500, Doktor Gjek Gjelaj 500, Marian Bujaj 500, Marash Lëded Nuculaj 1000, Malot Ivezaj 5000. Me knatësi të madhe kam dëshirë që ta lajmëroj totalin e juve të dashur donator. Përsëri edhe më parë u falenderova, prap u falenderoj edhe prap do ju falenderoj nga zemra për këtë kontribut kaq të madh. Na mundsuat neve Malësisë dhe krejt shqiptarisë për TV Bojnë që të punohet dhe të përfundohet. Faleminderit grupit iniciatues, kryetarit dhe gjithë pjesëtarëve që kem bashkëpunua. Jeni kanë mrekullueshëm, me ju jam krenar, me ju jam i gatshëm gjithmonë të punoj dhe proj për Malësi, për kohën dhe krejt shqiptari. Rënoshi Saini, ton Saini, dhe totali për sonte $195,000 rrafsh. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, kështu u mbyll edhe ky event me grumbullimin e fondeve për rreth 100 apo afërsisht $200,000 për vazhdimin e ndërtimit dhe të konstruksioneve të mëtejshme të TV Bojnë. Është ky donacioni malësorëve të cilët din të japin për vendlindjen, din të ndihmojnë bashkëdhetarët e tyre, din të ndihmojnë ruajtjen e identitetit kombëtar shqiptar nëpërmjet gjuhës, nëpërmjet informacionit në gjuhën shqipe që televizioni Bojnë e ka bërë në gjithë këto vite. Kjo tregon edhe jo vetëm angazhimin, por dhe dëshirën e mirë të kontributorëve malësor për vendlindjen, për atë dheun, për kulturën shqiptare në vendlindje. Po ndahemi në këtë event për të takuar në takime të tjera për ngjarje të tjera të ndryshme në komunitetin tonë, me urimin që shqiptarët kudo që gjenden të jenë së bashku, të dinë të ndihmojnë njëri tjetrin në çdo rast dhe në çdo nevojë. Miru takofsh.